Ishte një pasdite e lagës tetori, kur Ardiani, 25 vjeç, mbërriti në qytetin bregdetar ku do të fillonte punë si shofer personal. Kishte marrë një ofertë të mirë për dikë që nuk kishte përfunduar universitetin, dhe që i duhej çdo monedhë për të paguar qiran e vogël që ndante me një mik në periferi. Ai nuk e dinte ende për kë do të punonte, derisa porta e një vile të bardhë u hap dhe para tij doli ajo Elena. Një grua rreth të 45-ave, me flokë të gjatë gështenj dhe sy të ngrohtë, por të lodhur nga diçka që nuk mund ta fshihte dop. Kishte një elegancë të natyrshme, një lloj force të heshtur që e bënte të dukej si një grua që kishte parë shumë, por që ende dinte si të qëndronte drejt. Ti e Ardiani? E pyeti ajo me një buzëqeshje të lehtë, duke e vështruar nga kokat e këmbët. Po zonje, tha ai me ndrojtje. Më thanë të paraqitesha këtu për punë. Po, më kanë folur mirë për ty. Hyi brenda vilës mbretëronte heshtje. Muret e bardha, mobiliet prej drurit të errët, aroma e kafesë sa poshtruar. Ishte shtëpia e dikujt që jetonte vetëm, që kishte mësuar të kujdesej për veten pa zhurmë. Në fillim marrëdhënia e tyre ishte thjesht profesionale. Ai e çonte në punë, e priste jashtë, e shoqëronte në takime. Por me kalimin e javëve, Elena nisi të fliste. Ndonjëherë në makinë, ndonjëherë në verandë, ajo tregonte për jetën e saj, një martesë të dështuar, një burr që e la për një grua më të re dhe një vajzë që jetonte jashtë në Itali. Ka mësuar të mos presmë nga askush, i tha një mbrëmje, teksa rinin në verandë dhe dëgjonin shiun që binte. Kur pret, zhgënjehesh. Kur nuk pret, çdo gjë e bukur të vjen si dhuratë. Ardiani e dëgjonte me një lloj admirimi të përzier me keqardhje. Ai nuk kishte pasur kur një figurë të tillë në jetën e tij. Dikë që fliste me mençuri, që dukej sikur e kuptonte botën më mirë se kushdo. Me kalimin e kohës, ndjesitë e tij filluan të ndryshonin. Një mbrëmje, kur e kishte përcjell në shtëpi pas një darke pune, ajo u ndalte porta. Faleminderit që më pres gjithmonë, i tha ajo duke e parë në sy. Të kam borxh shumë, s'ka pse zonje, u përgjigj ai. Ju jeni shumë e mirë me mua, ajo heshti për një çast. Pastaj e pa drejt në sy dhe tha me zë të ulët. Mos më thirr më zonje. Thirre Elena, në atë moment diçka u ndryshua midis tyre. Fjalët nuk ishin më të rëndësishme se shikimet. Dhe një natë, pas një debati të vogël për një takim që ajo nuk donte të shkonte, tensioni shpërtheu në mënyrë më të papritur. Ajo e puthi, në fillim ai u step. Ishte e gabuar, e ndjente, por ishte një grua që e tërhiqte me çdo frym. Puthja u kthye në prekje, pastaj në një lidhje që askush nuk e kishte planifikuar. Ditët që pasuan ishin një përzierje emocionesh, frikë, pasion, faji, por edhe një ndjenjë që asnjëri prej tyre nuk donte ta shpjegonte. Elena u bë gjithçka për të, dashuri, streh, për kujdesje. Ajo i hapi derën në një bote që se kishte njohur kurrë. Megjithatë në sytë e saj, ai shihte një trishtim që nuk largohej kurrë plotësisht. Një ditë ajo i tha, kam një vajzë. Quhet Klara, është 22 vjeç. Jeton në Itali, por do vi për pushime pas 2 javësh, fjalët i ranë si rufe. Jo pse kishte diçka të keqe në to, por sepse për herë të parë Ardiani ndjeu një lloj frike që nuk e kuptonte dot. Do ta njohësh, tha Elena me një buzëqeshje të lehtë. Dua që ajo të shohë njeriun që më ka bërë të ndihem sërish e gjallë. Ai u detyrua të buzëqeshte, por në zemrën e tij diçka lëvizi, një parandjenje që nuk do ta harronte kurrë. 2 javë kaluan shpejt. Ditët e fundit, Elena kishte një energji ndryshe, më të gjallë, më të lehtë. Pasi kishte kaluar vite me vetmin, ardhja e vajzës së saj e mbushte me gëzim, por edhe me ankth. Nuk e kam parë për gati 3 vjet, i tha një mbrëmje, teksa po pinin kafe në verandë. Shpresoj të mos jetë më e ftohtë se herën e fundit. Klara është kokfort, ka gjaktimin, por edhe diçka që unë nuk e kam pasur kurrë. Guxim për të më gjykuar. Ardiani e dëgjoi në heshtje. Çdo herë që ajo përmendte vajzën, ai ndjente një lloj tensioni që se shpjegonte dot. Ndoshta nga fakti që nuk dinte si të sillej, ndoshta sepse diçka brenda tij e paralajmëronte se prania e saj do ta ndryshonte gjithçka. Mëngjesi i ardhjes erdhi me diell. Elena ishte ngritur herët, kishte përgatitur tavolinën, kishte ndërruar lulet në vazo. Kur makina u ndal para portës, Ardiani doli instinktivisht ta priste. Nga makina doli një vajzë me flokë të gjatë, të zinj dhe sy blu, një kombinim që duke i pamundur, por që e bënte të dallohej menjëherë. Mami, thiri Klara dhe vrapoi drejt Elenës, ato u përqafuan gjatë. Ishte një përqafim që fliste për mungesë, për dashuri të grumbulluar dhe për pengje që s'kishin guxuar t'i thoni me fjalë. Elena e prezantoi me zë të ngrohtë. Klara, ky është Ardiani, shoferi dhe ndihmësi im, por më shumë se kaq një mik i mirë.
Klara i zgjati dorën, kënaqësi, Ardian. Mami më ka folur për ty, ajo kishte një mënyrë të çuditshme të foluri me qetësi, por me një siguri që të shikonte drejt në shpirt. Që nga ai çast shtëpia mori frymë ndryshe. Me praninë e Klarës, çdo gjë dukej më e gjallë. Ajo qeshte shpesh, vinte muzikë, gatuante, dilte në verandë me një gotë verë në dorë dhe tregonte histori nga Italia. Ardiani në fillim përpiqej të qëndronte në distancë. I duke e pasjellshme, gati mëkat, të ndjente diçka për vajzën e gruas me të cilën dante shtratin. Por çdo ditë që kalonte, ajo e tërhiqte më shumë. Një pasdite, ndërsa Elena kishte dalë për një takim pune, Klara po lexonte në verandë. Era i shpërndante flokët mbi fytyrë. Të sjell ndonjë kafe? Pyeti Ardiani, vetëm nëse e pi me mua, u përgjigj ajo pa ngritur kokën. Ai u hutua për një sekond, por buzëqeshi me ndrojtje. Në rregull, pse jo, aty nisi biseda e parë gjatë mes tyre. Folën për libra, për muzikë, për ëndra që kishin lënë pezull. Ai tregoi për jetën e vështirë që kishte pasur, për netët pa dritë dhe për ditët kur s'kishte pasur asgjë për të ngrënë. Ajo e dëgjoi me një vëmendje që rrallë gjentet e njerëzit. Më pëlqen si flet, i tha ajo. Je ndryshe nga të tjerët. Thua gjërat pa maska. Pas atij takimi, ai nisi ta kërkonte praninë e saj pa e kuptuar. Kur ajo qeshte në kuzhinë, ai gjente pretekst për të hyrë. Kur ajo dilte në verandë, Gjoja kontrollonte makinën. Ishte një ndjenjë që përpiqej ta mbytte, por që çdo ditë merrte më shumë frymë. Një natë Elena shkoi për të fjetur herët. Klara po rrinte në verandë me një shall të hollë mbi supe. Pse nuk i ke bërë ende një të dashur? E pyeti ajo me buzëqeshje. Je shumë serioz për moshën tënde, ai qeshi lehtë. Ndoshta sepse se kam gjetur ende personin e duhur. Apo ndoshta e ke gjetur, por s'mund ta kesh, tha ajo dhe e pa drejt në sy. Ardiani e ndjeu zemrën t'i ndalonte për një çast. Ishte një shikim që zgjati vetëm disa sekonda, por mjaftoi të thyej çdo kufi të arsyes. Ditët që pasuan u mbushën me tension të heshtur. Elena nuk kuptonte gjë, por ndjente një ftohtësi të pashpjegueshme në shtëpi. Klara dhe Ardiani rinin gjithnjë më afër, por gjithmonë me kujdes, si dy njerëz që dinë se po luajnë me zjarrin. Një pasdite, kur Elena kishte dalë në qytet, Klara e ftoi ta ndihmonte të hapni një kuti me fotografi të vjetra. U ulën pra njëri tjetrit, aq afër sa i ndjente aromën e saj. Në një foto Klara ishte fëmijë e mbajtur në krah nga nëna. Ishim të pandashme atëherë, tha ajo me zë të ulët. Por jeta e ndan edhe dashurinë e nënës, kur ajo fillon të dashurojë dik tjetër. S'është e vërtet, tha Ardiani. Një nën nuk pushon kurrë së dashuruari fëmijën e vet ndoshta. Por kur ajo dashurohet sërish si grua gjithçka ndryshon. Ajo e tha këtë duke e parë drejt në sy. Në atë moment asnjëri nuk foli më. Ishte një heshtje ngarkuar, e mbushur me ndjesi të ndaluara. Dhe pastaj papritur ndodhi, buzët e saj prekën të tijat. Ishte një puthje e shpejtë, e frikshme, e fajshme, por e vërtet. Ardiani u ngrit në këmbë me njëherë, i tronditur. Kjo nuk duhet të ndodh. Tha ai me zë të dridhur. E kupton çfarë do të thotë kjo? Klara e pa në sy, pa frikë. Do të thotë që unë po ndjej diçka. Edhe ti po e ndjen, apo jo, ai heshti. Ishte e kotë të mohonte. Në atë çast u dëgjua zëri i Elenës nga dera. Klara. Ardian, ku jeni? Ata u ndan me një shikim që do ta mbanin mend gjithë jetën. Ishte fillimi një stuhje që askush s'mund ta ndalte më. Që nga ajo natë gjithçka ndryshoi në shtëpinë e Elenës, në pamje të parë, çdo gjë duke e qetë. Mëngjese me kafe, biseda të zakonshme, darka të qeta në ndritën e zbehtë të kuzhinës. Por në ajër ndihej diçka e padukshme, e nxehtë, e rrezikshme. Klara dhe Ardiani nuk guxonin të takoheshin vetëm, por sytë e tyre flisnin çdo herë që kryqëzoheshin. Një shikim i gjatë, një frymëmarrje më e thellë, një përshëndetje e ngrohtë që zgjaste më shumë se ç'duhej, të gjitha ishin si fjalë të pathëna mes dy njerëzve që e dinin se po përgatisnin tragjedinë e tyre. Elena nga ana tjetër e ndjente. Një mëngjes, ndërsa po hite kafe në filxhan, ajo e vuri re që Ardiani nuk e shikonte më si më parë. Kishte një ftohtësi të çuditshme tek ai, një lloj ndrojtjeje që nuk e kishte njohur kurrë. Dhe Klara, vajza e saj e vetme, sillej me një nervozizëm që e tradhtonte. Një mbrëmje kur po bënin darkë, Elena foli me zë të qetë. Më duket sikur diçka po ndodh mes jush, piruni i Klarës rambi pjatë. Ardiani ngriti syt i hutuar. Çfarë po thoni, mami? Pyeti Klara me zë që i dridhej. Nuk e di, tha Elena. Por ndjej diçka ndryshe. Dhe unë e njoh mirë ndjesinë e mashtrimit. Në atë moment, dhoma u mbush me heshtje. Ardiani do të donte të zhdukej. Ishte hera e parë që ndjeu një faj aq të rënd, si të kishte marrë frymën e një gruaje që e kishte dashur me shpirt.
Kur Elena u ngrit dhe doli në verandë, Klara e ndoqi me sytë e lagur. Do ta kuptoj, përshpëriti ajo. Edhe sikur të mos i themi asgjë. Jo, tha Ardiani me zë të ulët. Ne s'mund të jemi bashkë. Nuk është e drejtë. Qeshi ajo me hidhërim. A ka ndonjë gjë të drejtë në dashuri? Ti më ke ndier, Ardian. S'mund të më mohosh tani, ai nuk foli. Ishte e kotë. E vërteta ishte që çdo natë kur binte të flinte, ai mendonte për të. Jo më për Elenën, por për vajzën e saj. Dhe kjo e gëryente nga brenda. Pas disa ditësh, Elena mori një ftesë për të shkuar në Tiranë për një seminar pune. Do të mungonte 2 net, do të kujdesesh për shtëpinë, Ardian, i tha ajo. Dhe ti, Klara, mos bëj rëmuj si zakonisht. Ajo u largua të nesërme në mëngjes, duke u përqafuar me të bijën dhe duke i buzëqeshur të dashurit të saj pa e ditur se po ja linte vajzën në duar. Ajo natë ishte gjatë. Në shtëpi mbretëron të heshtje. Klara po rinte në verandë me një gotë verë. Kur Ardiani doli të kontrollonte makinën. Kur ajo e pa, buzëqeshi me një përmbajtje që nuk zgjati shumë. Po e ndjej veten si në burg, tha ajo. Si dikush që do të bërtas, por s'mun. Mos e thuaj këtë, u përpoq ai. Do të kaloj. Jo, tha ajo me zë të ulët. Nuk dua të kaloj. Dua ta jetoj. Ajo u afrua, hapi një hapësirë të vogël midis tyre, aq sa fryma e saj u përzie me të tijën. Më puth, përshpëriti ajo. Ai qëndroi për pak sekonda me sytë mbyllur si dikush që po e lufton veten. Por pastaj dorën e saj ndjeu mbi faqen e tij dhe çdo gjë u shemb. Puthja që pasoi nuk ishte e qetë si ajo e mëparshmja, ishte e zjarrt, e etur, e mbushur me çdo ndjenjë që kishin shtypur për ditë me radhë. Ajo natë ishte ndaluar, por e pashmangshme. Në mëngjes kur dielli u ngrit, realiteti i goditi të dy. Klara po shikonte nga dritarja, e mbështjell me një batanie. Ndërsa Ardiani nuk guxonte ta prekte më, çfarë do të ndodh tani? Pyeti ajo me zë të butë. Asgjë, tha ai. Kjo nuk duhet të përsëritet. Por ajo e dinte që ishte vonë për t'u kthyer pas. Kur Elena u kthye nga Tirana, diçka tek ajo u bë edhe me dyshim. Ajo i shikonte me kujdes të dy, si një nënë dhe si një grua që kishte nuhatur tradhtin. Një natë, ndërsa po paloste rrobat, gjeti një shall që i përkiste Klarës në dhomën e saj. Mbi ashtëkun e Ardianit, të nesërmen e ftoi të riun në verandë. E di që më ke mashtruar, i tha qetë. Ai u mpir. Zonja Elena mos më quaj zonjë, ja preu ajo me ashpërsi. Më quaj grua që të besoj, që të dha streh, që të deshi. Dhe ti, zëri i saj u drodh, ti ke fjetur me vajzën time. Fjalët e saj ishin si goditje me thi. Ai uli kokën, pa mundur të thoshte asgjë. Ajo është fëmia im, Ardian. Bërtiti Elena. Si munde, nuk desha që të ndodhte, tha ai me lot në sy. Nuk e planifikuam. Ishte më e fortë se ne, më e fortë se unë. Se njeriu që të ndihmoj që të nxori nga varfëria, ajo qau. Klara hyri në verandë në atë moment, e zbes si flet. Mami Elena u kthye nga ajo, me syt plot lot e zemër të thyer. Ti më ke vrarë më keq se ai. Ti më ke marrë njeriun që më bëri të ndihem sërish e gjallë. Klara ju afrua, por ajo u tërhoq, dilni që të dy nga kjo shtëpi. Sonte. Mos u ktheni më natën e asaj dite, Ardiani dhe Klara u larguan me makinën pa fjalë. Asnjëri nuk fliste. Në pasqyrën e prapme, shtëpia e bardhë po zhdukej në errësirë, ashtu siç po zhdukej edhe pjesa më e madhe e vetes së tyre. Në fund të rrugës, Klara ktheu kokën nga ai, tani jemi të lirë, apo jo, ai buzëqeshi me hidhërim. Jo, Klara. Dashuria që fillon me dhimbje, nuk të çliron kurrë. Të ndjek për jetë. Makina vazhdoi drejt natës, ndërsa në sfond dritat e qytetit shuheshin njëra pas tjetrës, si premtime që nuk mbahen kurrë. Udhëtimi i tyre pa drejtim zgjati gjithë natën. Asnjëri nuk foli. Klara shikonte dritat që kalonin përtej xhamit, ndërsa zemra i rrihte si e çmendur. Ajo ndjente faj, por edhe një çlirim të hidhur, si dikush që më në fund ka bërë atë që donte. Edhe pse e di se do ta paguaj shtrenjtë. Në mëngjes ndaluan në një qytet të vogël bregdetar. Ardiani gjeti një dhomë të lirë në një hotel të vjetër, me mure të zverdhura dhe aromë lagështie. Sa po u futën brenda, Klara u shtri në shtrat dhe nisi të qante. Jo me britma, por me atë të qartë ngadalë që vjen kur dhimbja të kalodhur. Ai ul pranë saj dhe i mori dorën. Klara, nuk mund ta ndryshojmë atë që ndodhi, por duhet të kuptojmë se çfarë do të bëjmë tani. Nuk dua të mendoj, përshpëriti ajo. Dua vetëm të harroj gjithçka. Por harresa nuk vjen kurrë me dëshirë. Në ditët që pasuan, ata qëndruan të mbyllur në hotel, si dy njerëz që ikin botës. Ajo pikturonte në copa letrash që gjente, ai punonte diku afër për të paguar dhomën dhe ushqimin. Ishte një jetë e varfër, por me një lloj paqeje që vinte nga pranimi i fatit.
Megjithatë, netët ishin të rënda. Çdo herë që ai shtrihej pranë saj, në mendje i vinte fytyra e Elenës, ajo fytyrë e plagosur që e kishte parë me zhgënjim dhe dashuri njëkohësisht. Në shpirt ndjente sikur kishte vrarë një pjesë të vetes. Një natë, ndërsa po pinin çaj, Klara tha papritur: "E mendon ndonjëherë mamin?" "Çdo ditë," tha ai me zë të ulët. "Edhe unë," tha ajo. "Ke shoh në ëndër, duke më kthyer shpinën. S'më flet kurrë." Vetëm më shikon me sytë e saj të trishtuar. Heshtën gjatë. Pastaj ajo tha me një lloj vendosmërie të çuditshme: "Dua të kthehem tek ajo. Dua t'i kërkoj falje, Klara, ajo s'do të na fal kurrë." "Ndoshta jo," tha ajo, "por dua të provoj. E dua. Edhe pse më urren, ajo është nëna ime." Pas disa ditësh, Klara u nis vetëm për në qytetin e vjetër. Shtëpia e bardhë ishte e njëjtë, por dritaret ishin të mbyllura. Troketi disa herë, derisa dera u hap ngadalë. Elena qëndronte përballë saj, më e plakur, me flokët e mbledhur dhe syt pa shkëlqim. "Çfarë kërkon këtu?" pyeti me zë të ftohtë. "Të kërkoj falje, mami." "Falje?" Buzëqeshi me hidhërim. "Falje për çfarë? Për dashurinë tënde apo për vdekjen time të ngadalë?" Klara nisi të qante. "Nuk e zgjodha, mami. Thjesht ndodhi." "Po," tha ajo me një ironi të qetë. "Asun se zgjodha që të lindja. Thjesht ndodhi." Fjalët e saj i pren frymën. Elena e vështroi gjatë dhe pastaj me zë që dridhej tha: "Tani shko. Mos më kërko më. Dashuria jote më mori gjithçka. Të mos ma marrë edhe paqen." Klara u kthye shkatëruar. Syti ishin mbushur me lot, por në shpirt ndjeu një lloj çlirimi. Tani e dinte se çfarë kishte humbur, një nën që s'do të kthehej më kurrë. Kur u kthye në hotel, Ardiani e priti në verandë. "Si shkoj, më pasi një huaj," tha ajo me zë të butë. "Por më mirë kështu. Tani e di që ajo s'do të më doj më. Dhe unë s'mund të jetoj këtu më, Ardian." "Dua të iki." "Ku?" pyeti ai, diku ku askush s'na njeh. "Jashtë vendit. Dua të filloj nga e para." Ai e pa gjatë. Kishte lodhje në sytë e saj, por edhe një shkëlqim të ri, si dikush që më në fund e di se çfarë do, edhe pse ka humbur gjithçka. Ata u nisën të nesërmen drejt Italisë. Me disa kursime të vogla, me pasaportën e saj dhe me shumë frikë, kaluan kufirin. Filluan të punonin në një restorant të vogël buzë detit, ku askush nuk dinte kush ishin. Kaluan muaj. Dashuria e tyre mori një formë tjetër, më e qetë, më e heshtur, e ndërtuar mbi plagë që ende nuk ishin mbyllur. Ata flinin bashk, por midis tyre gjithmonë qëndronte hija e Elenës, gruaja që i kishte bashkuar dhe ndar njëkohësisht. Një mbrëmje, ndërsa perëndimi ngjyroste deti me portokalli, Klara u kthye nga ai dhe tha: "Ndoshta një ditë, kur të mos jemi më, njerëzit do të flasin për ne si për një histori të ndaluar." "Ndoshta," tha ai, "por ne e dim që ishte e vërtetë. Dhe ndoshta vetëm kjo ka rëndësi." Ai e përqafoi. Dhe për herë të parë nuk ndjeu më faj. Dashuria e tyre kishte marrë çmimin e saj. Nënën, reputacionin, paqen, por ajo ishte ende aty. Dhe ndoshta dashurit më të mëdha nuk maten me lumturinë që sjellin, por me dhimbjen që janë gati të përballojnë. Në fund të verës, Klara mori një letër. Ishte nga një kushërir në Shqipëri. "Elena u sëmur rënd. Ka muaj që është në spital. Pyet vetëm për ty." Ajo heshti për disa minuta, pastaj e pa Ardianin. "Më duhet të kthehem." "E di," tha ai. "Dhe unë do të vi me ty kur mbërritën në spital." Elena ishte e zbetë, me tubat që i lidheshin në trup. Kur pa të bijën, sytë e saj u mbushën me lot. "Erdhe, po, mami. Të lutem, mos fol." "Jo," tha ajo me zë të dridhur. "Dua të them vetëm një gjë. Të kam dashur, Klara. Edhe kur s'mund të falja." Klara qau mbi dorën e saj derisa ajo dorë u ftoh. Disa muaj më vonë, në të njëjtën verandë ku diku filloi gjithçka, Klara dhe Ardiani u ulën pranë varrit të Elenës. Era frynte lehtë dhe lulet lëkundeshin në heshtje. "Më duket sikur ajo më shehende," tha Klara. "Po," tha ai. "Por këtë herë ndoshta ajo me urrejtje. Ndoshta me paqe." Ajo e kapi për dore. "Dashuria jon nisi me mëkat," tha ajo. "Por ndoshta fundi i saj është falje." Ai buzëqeshi lehtë. "Nuk ka dashuri pa plag, Klara. Por nëse pas çdo plagi më mbetesh ti, ndoshta ja vlejti." Ata qëndruan ashtu gjatë, në ndjellin e butë të vjeshtës, duke parë detin që ndriçonte në horizont i qetë, por me thellësi që askush s'mund t'i kuptoj plotësisht, si dashuria e tyre. Netët që pasuan ishin një betejë e heshtur për të gjithë. Elena e ndjente se diçka kishte ndryshuar, por nuk kishte forcë të përballej me të. Ishte e lodhur nga luftërat, nga dyshimet, nga dashuritë që e kishin bërë të ndjehej fajtor. Ajo u përpoq të kthehej në rutinën e saj të përditshme. Por çdo herë që shikonte Ardianin, në zemër i shfaqej një hije.
Ajo e së vërtetës që po afrohej me shpejtësi. Klara nga ana tjetër po luftonte me ndjenjat e saj. Në fillim ishte ndjer fajtore, pastaj e hutuar dhe më pas e dashuruar në mënyrë të plotë, të pakontrollueshme. Ai nuk ishte thjesht një burrë që e kishte tërhequr, ishte një shpirt që e kishte kuptuar pa fjalë. Një ditë ajo ja tha hapur: "Nuk mund ta fsheh më, Ardian. Të dua." Ai e pa në sy. Ishte momenti që kishte frikë më shumë. Zemra i rrihte fort, sepse edhe ai e dinte ndjenjat e tij për të nuk ishim më miqësi. "Klara," tha me zë të ulët, "ka gjëra që nuk duhen ndodhur, edhe kur i do me gjithë shpirt." "Po pse?" tha ajo me lot në sy. "Vetëm pse je më i vogël. Vetëm pse ajo është nëna ime. Dashuria nuk zgjedh, Ardian. Ti vetë më ke mësuar këtë." Fjalët e saj e tronditën. Ishte e vërtet, dashuria nuk pyeste. Por ndonjëherë ajo vinte në kohën më të gabuar, në vendin më të rrezikshëm. Një pasdite Elena u kthye në shtëpi më herët. Dera e verandës ishte paksa e hapur dhe zëri i Klarës dëgjohej qartë. "Të dua," tha ajo. "Nuk më intereson çfarë mendon ajo." Elena ngriti syt ngadalë, dhe aty në mes të verandës pa të vërtetën që kishte frikë ta imagjinonte. Vajza e saj po e puthte të dashurin e saj. Zhurma që bëri filxhani kur i ra nga dora e tradhtoi. Klara u kthye, fytyra e saj u zbardh, ndërsa Ardiani u ngrit menjëherë. "Elena, prit, nuk është ashtu si duket, ashtu si duket." Shpërtheu ajo me një të qeshur të hidhur. "Ke pash me sytë e mi. Ju të dy. Zot, çfarë keni bërë?" Në sytë e saj nuk kishte vetëm zemërim, kishte tronditje, humbje, një ndjenjë që gjithë bota e saj po shembej. Klara u afrua duke qarë. "Mami, të lutem, unë nuk e dija që hesht." Bërtiti ajo. "Ti s'di gjë për dashurinë. S'di çfarë është kur jep gjithçka dhe pastaj të marrin çdo gjë që ke lënë." Ajo u kthye nga Ardiani. "Ti ishe djali që unë ndjeva si shpëtim. Të hapa shtëpinë time, jetën time dhe ti më shpërbleve kështu." Ai uli kokën. Nuk ishte fjalë që mund të arsyetonin atë që kishte ndodhur. "Më fal," tha më në fund. "Nuk ishte kur qëllimi im, por nuk mund ta mohoj, e dua edhe unë." Ajo mbeti e ngrirë. Në atë moment gjithçka brenda saj u thye. "Dil," tha me zë të ulët. "Dil që tani. Të dy. Nuk dua t'ju shoh më." Pas asaj nate shtëpia u bë e ftohtë. Klara u zhvendoste një shoqe, ndërsa Ardiani u largua nga qyteti. Elena u mbyll në vete, pa fuqi, pa zë. Ishte si një statuj që dikur kishte ndier, por tani vetëm ekzistonte. Kaluan muaj, një ditë Ardiani mori një letër. Ishte nga Klara: "Mami është sëmur. Kancer. Ka refuzuar trajtimin. Thot se s'ka më për çfarë të luftoj. E vetmja gjë që përshpërit natën është emri yt." Ai u kthye. E gjeti Elenën të dobët, por ende me atë shikim krenar që kishte parë që ditën e parë. "Pse erdhe?" pyeti ajo pa forcë. "Sepse ende të dua," i tha ai. "Por edhe sepse s'mund të lë vetëm." Ajo qeshi lehtë. "Dashuria juaj më vrau, Ardian. Por ndoshta edhe më ringjalli për një çast. Nuk mund t'ju urrej. As ty, as vajzën time. Vetëm Zoti e di pse na ndodhi kjo." Ai mori dorën. "Do të kujtoj gjithmonë si gruan që më mësoi çfarë është dashuria, edhe kur është ndaluar." Ajo e pa në sy për herë të fundit. Zemra nuk pyet për moshë, për emra as për faj. "Por një ditë do të kuptosh, Ardian, se dashuria e vërtetë është ajo që fal, jo ajo që djeg." Disa javë më vonë Elena u nda nga jeta. Në funeral Klara dhe Ardiani qëndruan pra njëri tjetrit pa fjalë. Lotët e tyre u përzien me shiun që binte, ndërsa mbi varrin e Elenës një trëndafil i bardhë u vendosi vetëm, si simboli një dashurie që nuk do të harrohej kurrë.